Një zjarr pra një zone të banuar gjatë kësaj të martë në qytetin e Vlorës duke krijuar shqetësim te banorët për shkak të rrezikut që flakët mund të përhapeshin tek shtëpitë përreth. Ngjarja u raportua në shërbimin zjarfikës, ndërsa menjëherë u nisën automjetet zjarfikse për të bërë të mundur shuarjen e flakëve në vendin nga erdhi sinjalizimi. Kur ato kanë mbritur, kanë gjetur një objekt të përfshirë nga zjarri, shumë pranë edhe banesave të tjera, çka e bënte të vështirë dhe të rrezikshme ndërhyrjen. Por pas ndërhyrjes së shpejtë, zjarri është vënë në kontroll dhe është shmangur përhapja e tij drejt banesave të tjera. Si pasojë janë shkaktuar vetëm dëme materiale, ndërsa fatmirësisht nuk ka patur persona të lënduar. Ndërkohë shërbimi zjarfikës po punon për të kuptuar se si ka nisur zjarri dhe për të shmangur raste të ngjashme në të ardhmen në këtë zonë. Shërbimet zjarfikse ndërhyn kështu në kohë, teksa konstatuan flakët në këto objekt që po ndiqnin në ekran, ndërsa ishte i madh rreziku i përhapjes edhe në shtëpitë e tjera, por fal reagimit të shpejt, situata u vendos në kontroll. Dëmet janë të vogla dhe materiale, ndërsa fatmirësisht nuk ka patur persona që të jenë të lënduar nga ky zjarr.